Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 29. Data 29, dita e parafundit e muajit. Mos kujtoni se është fundi muajit dhe përfundon gjithçka. Jo, është fundi muajit dhe i rregullimeve, i gjërave të mëdha, i mundësive. Fundi muajit, fillimi i javës. Një javë të mbar, ditë të mbar. Do jetë e mbar nëse jeni të kujdesshëm në gjërat që ndodhin, sepse ka diçka në lidhje me çështjet ekonomike financiare, një çështje e vjetër, nëse do ta marrim kështu, ka diçka që do lidhet me punën aktuale, do lidhet me ndryshimet që do bëhen tani tutje, por pikërisht kjo ditë e hënë do mbahet mend për shumë gjëra në anën ligjore. Do shikojmë disa gjëra që mund të mos ta pëlqejnë, por kjo e hënë, kjo javë, është javë furtunë dhe stuhi njëkohësisht. Nëse do jemi të kujdesshëm, do dalim shumë të fituar. Nëse e dim që do bjerë shi dhe stuhi, nuk marrim masat, nuk e ka fajin shiu dhe stuhia, se nuk morëm masat ne. Ja pra, ku duhet të fokusohemi? Pra, kjo do thotë çështje të rëndësishme t'i zgjidhim dhe problemet i lëmë në shtëpi, jo tek puna. Momentet të tjera që kanë të bëjnë me një çështje, një takim, që mund ta themi me biljet plot, ky takim lidhet dhe me ekonominë, lidhet dhe me vendime që mund merrni, por në anën tjetër ka diçka shumë të madhe sepse mund të zgjidhni disa problematika të ndryshme, disa gjëra që mund të jenë në favor dhe jo disfavor, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë mjaft emocionuese, por njëkohësisht e mirë për vendime që do të merren. Në çështje shpirtërore apo gjërat janë, kemi mundësi për të biseduar dhe për të rregulluar gjërat.